Këtë të djerë, Vllaznia do të luajë me Elbasani në Loro Boriçi në prag të 107 vjetorit të krijimit të klubit kuqeblu. Përpara kësaj sfide në konferencën për shtyp, doli kapiteni Bekim Balaj dhe mbrojtësi Erdenis Gurishta. Kapiteni Balaj u shpreh se fokusi është maksimal tek ndeshja me Elbasanin, si dhe shtoi që Vllaznia do të luajë për 3 pikë. Gjithë fokusi mund të them është ndeshja. Mendoj që këtë fest më të bukur e bën 3 pikë, kështu që përqendrimi është maksimal aty. Ecuri e mirë, mund të them vjen një moment mirë, ndoshta para pak javësh duke larg vendi i parë dhe krijoi ndoshta një frymë që deri diku nuk ishte ajo që na duhej, por që skuadra tregoi që ka forcë, ka kualitet dhe potencial për ta kthyer situatën. Mendoj që ky grup djemsh që mas janarit, mund të them atë ecuri që bëme, tregoi që realisht ka skuadër që ka shumë cilësi mbrëm dhe pretendimet janë maksimale. Edhe Gurishta foli për ndeshjen që i pres shkodranët, teksa mbrojtësi vlerësoi ekipin e Elbasanit, si dhe trajnerin e tyre, Ivan Gvozdenović. Na është duke shumë e lartë dita e nesërme me Elbasanin, me zi për presim ndeshjen, sepse jena të fokusuar, jena në formë më të mirë, dhe uroj që të marrim maksimumin dhe më të mirën tonë. Pa diskutim që deri në këtë moment Elbasani ka zhvilluar një kampionat shumë të mirë, ka një ekip shumë të mirë, ka cilësi brenda ekipit. Duhet të harrojmë që ka një trajner shumë të mirë, që po mundohet me marrë më të mirën ekipit të tij. Por gjithsesi ne vlerësojmë Elbasanin, ashtu dhe gjitha ekipet tjera. Fokusi jonë është ditën e nesërme që të marrim 3 pikë. Tek Vllaznia janë të fokusuar maksimalisht tek ndeshja rallës për kampionat, e cila do të luhet ditën e diel ndaj Elbasanit në stadiumin Loro Boriçi në orën 19:30.